Përshëndetje Arta, ne jemi tek rruga Prishtinë-Podujev, më saktësisht në Shakovic. Për gjatë rrugës, nëse mundet regjia të lutem me ma ndalë zonin se po m'vjen 2 herë edhe ta na pekon probleme bisedu. Po Diona, po dëgjojmë. Këtu afër ka ndodhur edhe një ndeshje. Po, këtu ka ndodhur një ndeshje, por fatmirësisht nuk ka të lënduar. Sa i përket rrugës, rruga është në një gjendje shumë të vështirë për me kalu rrugën me vetura, kolona të shumta. Edhe Shakovica është një prej lokalitetit, do me thonë që krejtë rrugët e Prishtinës edhe të pjesës Podujevës i karakterizon që kjo zonë. Edhe është problem me kalu edhe me depërtu për arsye të punimeve që ende nuk kanë marrë përfundim. Gjendja e rrugës ka kaluar në shumë faza, po hala do me thonë asfaltet nuk janë të rregullume, trotuaret, edhe siç po shihet në pamje Lorenzo